Të nderuar televizionistë së mirëmbrëma. Siç ka filluar të ndodhë rëndomë, sot ka një farë vonese të skaletës, si ne do fillojmë disa minuta më pas, për shkak se që në orët e para të mëngjesit një ngjarje besoj e rëndësishme ka ndodhur në vendin tonë. Është lidhur me krimin dhe me policinë. Forcat Renea prej mëngjesit kanë rrethuar një banesë në fshatin Orosh të Fush Arzit, një banesë ku dyshohet se fshiheshin 2 persona me rrezikshmëri tepër të lartë. Njëri prej tyre mendohet se është Hamza Uka. Hamza Uka është emri kryesor i tij, por përdorte disa emra. Në fakt, Lala më konsideron që në këto momente ata janë vedorzuar, momentet që ne po flasim. Pra, për këtë do të flasim minutat e para dhe mua do të më ndihmoj Klodiana Lala dhe Ferdinand Dervishi. Lala në lidhje direkte dhe Ferdinand Dervishi në studion 2 do të më ndihmojnë për këtë ngjarje. Lala, çfarë ka ndodhur konkretisht në këtë moment që ti sapo më njoftove që ata janë vedorzuar? Mirëmbrëma zoti Rakipi, vetëm pak minuta më parë janë vedorzuar tek forcat Renea 2 persona të cilët që në orët e para të mëngjesit të sotëm kanë qëndruar të ngujuar në një banesë në fshatin Orosh, njësia administrative Qafe Malit, bashkia Fusharrës. Është negociuar për orë me radhë nga forcat Renea, por edhe forcat e policisë së shtetit, dhe vetëm me ndërhyrjen e familjarëve të 2 personave të dyshuar dhe konkretisht të Julian Cumrakut, ata kanë vendosur të vedorzohen, pra të ulin armët dhe të vedorzohen tek forcat speciale. Për të sqaruar për opinionin publik, Julian Cumraku dhe Hamza Uka, paktën kështu identifikohet personi i dytë, ndjekës të 2 meprirje radikale, ndjekës të besimit fetar musliman, por që meprirje radikale janë ngujuar që në orët e para të mëngjesit të ditën së sotme në një banesë në zonën e, sikur se thash, fshatit Orosh, njësia administrative Qaf Mali, është një zonë mjaft e thellë dhe malore dhe kemi patur problematika edhe për të kontaktuar me punonjësit e policisë dhe familjarët e tyre për shkak se në zonën ku ndodhte ngjarja nuk kishte asfalt të telefonit, dhe fillimisht ka qenë policia e Shkodrës dhe komisariati i Pukës që është vënë në dieni dhe janë njoftuar rreth mesditës forca speciale Renea për të nisur nga Tirana në drejtim të fshatit Orosh. Për gati 6 orë forcat Renea kanë negociuar, por nuk kanë arritur ta bindin Julian Cumrakun të vedorzohej, pra vetë mos qëllonte me armë në drejtim të forcave të policisë. Rreth orës 18 të ditës së sotme në fshatin Orosh është shoqëruar nga forcat e policisë vëllai i tij, i cili ka negociuar më pas për afro gati 2 orë e gjysmë dhe i ka bindur të vllajin të vedorzohet. Ndërkohë që ka mbritur sipas të dhënave policore, edhe pse ngjarja është duke u zhvilluar dhe sërish kemi problematika për të lidhur me zyrtarët e policisë, kanë negociuar edhe familjarët të Hamza Ukës, i cili ka dhe emra të tjerë, por përpara policisë është vetë identifikuar me këtë emër dhe unë ju kam vënë një foto të tij në dispozicion. Dyshohet që të jetë një person me prirje radikale, banon në zonën e Kamzës, ndërkohë që personi tjetër Julian Cumraku banon në zonën e Laprakës bashkë me familjen e tij. Në këto momente që ne flasim është konfirmuar nga zyrtarët e Reneas që është duke ushtruar kontroll me qenë anti-eksploziv dhe anti-min në ambientet e banesës në fshatin Orosh, ku ata kanë qëndruar të ngujuar për orë me radhë, duke bërë edhe thirrje që konsiderohen thirrje terroriste, dhe në këto momente pritet që ata të shoqërohen në drejtim fillimisht të policisë së Shkodrës dhe më pas antiterrori me gjitha gjasat do të shoqëroj për në Tiranë, ku edhe do të merren në pyetje për të shpjeguar edhe ndërmarrjen e tyre pse ishin të armatosur, ku do shkonin, pse zgjodhën pikërisht fshatin Orosh për të ngujuar dhe çështje tjera. Nuk kemi ende informacion nëse janë gjetur lëndë eksplozive apo sende të tjera të paligjshme, sepse aksioni në këto momente është duke vijuar, pra janë momentet e para ku 2 personat janë vedorzuar. Dervishi, për të shtuar në një gjë? Po, atëherë gjithë kjo ndërmarrje e madhe që është shuar Renea atje, janë shuar forca pafund, është për shkakun sepse dyshohej dhe ende nuk e dim nëse bëhet fjalë fiks një nga 2 personat e dorëzuar tashmë, që është pikërisht ky që quhet, ka disa emra, por është gjykuar nga krimet e rënda me emrin Erzen Uka. Tani ka një gjë. Hamza Uka, apo jo? Një sekond, Erzen Uka.
Hamza është një emër që e përdorin përgjithsisht këto që kanë përqafuar ISIS-in e tjera, ose kanë shkuar, kanë luftuar e tjera, pra që janë, si thuash, kanë lidhje me këtë pjesë, pra arsye se në gjuhën arabe Hamza do më thënë luan, i fort dhe i palkundur. Pra është një gjë që ja vën emrin vetes ose ja vën të tjerët. Tani, nëse gjithmonë jemi të njëjti person, pra sepse nuk e dim fikse sa pra personat dy që janë dorëzuar janë ata apo jo, pra ky dyti sepse ai Juliani edhe mund të jetë dhe nuk është ky i rëndësishmi është Erzeni. Pse është i rëndësishëm Erzeni? Ky person është arrestuar në 12 dhjetor 2019 nga krimet e rënda, i akuzuar për terrorizëm dhe është evidentuar si element me prirje radikale ekstremiste dhe njeri që e para njerë ka qenë komando i ushtrisë shqiptare në Afganistan. Dhe si duket andej si tu është islamizuar. Nuk e di, është shumë e çuditshme kjo pjesë, pra edhe të vesh atje në kuadër, pra të godat për ta goditur, si tu terrorin dhe të kthehesh në një njeri që e pëlqen atë gjë, duket pak e habitshme. Dhe ky person, pra kur është arrestuar në bazë të disa videove të tij të gjetura në YouTube, ku ky mësonte fëmijët e vet me këto, si thua, të sillesin si këto terroristët, pra sikur po i stërviste për këtë pjesë. Po gjithashtu janë vënë re sjellje të ngjashme për të rekrutuar elementë të tjerë dhe sigurisht ky është mbrojtur, ky ka thënë që ato çfarë shikoni ju se çfarë bëj unë me fëmijët e mi janë punë të mia private e tjera. Gjithsesi, ai është dënuar 3 vjet burg. Ajo që është më rënda. Është dënuar 3 vjet burg në Shqipëri. Po, në 2019. I ka kryer? I ka bërë. Tani, ajo që është më rënda në këtë pjesë është që ky publikisht në gjyq, në sallën e gjyqit, ka kërcënuar gjyqtarin e krimeve të rënda Bib Ndreca dhe prokurorin Eugen Beçi. Dhe jo vetëm i ka kërcënuar ky nominalisht që pasi të dalë unë do di unë çfarë të bëj, por kanë pasur të dhëna që ka fut dhe personat të tjerë që mund ta bënin këtë gjë nga jashtë, njerëz që i bindeshin atij. Pra e gjithë me sa kuptova unë, pra gjithmonë nëse jemi të njëjti person, gjithmonë, sepse ka shumë të ngjarë, mund të jetë dhe një njeri i tij, mund të jetë një njeri me të njëjtin mbiemër, mund të jetë një. Po nëse është ai, pra, në çastet e fundit tha Lala ai është dorëzuar. Është dorëzuar pikërisht tani. Por ne emrin e kemi Arben. Ai përdor disa emra. Po, përdor, nëse pra gjithmonë antiterrorit. Por emrin Luan, domethënë Hamza, siç e the ti, siç e përdojmë dhe ne Luan këtu. I gjithë aksioni është bërë duke menduar se është ky njeriu brenda te shtëpia. I gjithë aksioni për këtë njeri është bërë. Pra, ky njeri, me sa po kuptoj unë, është ndër personat më të vëzhguar, më të survejuar nga antiterrori shqiptar për problemet që ka paraqitur dhe për lidhjet që ka dhe për mënyrën se si funksionon. Kjo është e gjithë historia. Lala, kemi në një? Apo të përfundojmë këtu? Atëherë, ja, me 2 fjali, zoti Rakipi, personi cili është vetëdorëzuar, është identifikuar si Hamza Uka dhe ka pretenduar që ka dhe emra të tjerë të cilat i mban për shkak të besimit të tij fetar sikurse pretendon. Nga antiterrori më është konfirmuar që është personi i cili është nën vëzhgim prej disa kohësh nga kjo strukturë, ndërkohë që nga ana tjetër, ata kanë vëzhguar edhe rrjetin e tij social Facebook, të cilin unë e kam hapur vetëm pak më parë, ku shpërndan kryesisht thirrje ekstremiste radikale dhe shpërndan shumë thirrje që kanë të bëjnë me luftën në Siri apo hoxhallar të ndryshëm të cilët bëjnë thirrje ekstremiste. Megjithatë, policia pasi ta identifikoj, sepse duhet identifikuar përmes shenjave të gishtrimve, do të ketë edhe një të dhënë lidhur me identitetin e tij të saktë, por paraprakisht bëhet fjalë për ish-komandon, pra këto dyshime ka prokuroria dhe policia, sepse përgjatë orëve të tëra, bashkë me Julian Cumrakun, i kanë kërcënuar policinë se do të qellonin ndaj tyre, nuk pranonin të vetëdorëzoheshin dhe kanë krijuar një terror të jashtëzakonshëm. Kështu që do duhet të presim, por paraprakisht thuhet dhe fotoja që unë ju kam dërguar është pikërisht fotoja që është shpërndar nga punëtorët e policisë dhe tek forcat Renea, i identifikuar si Hamza Uka dhe që ka dyshime të forta për përfshirje
në vepra penale ose në vepra me natyrë terroriste. Megjithatë, në orët në vijim mund të kemi sqarimet të shumë situatave dhe të gjithë ngjarjes se çfarë ka ndodhur. Lala, të falenderoj shumë për ndihmën në fillimit të këtij emisioni. Faleminderit juve. Dervishi gjithashtu. Faleminderit dhe takohemi pas emisionin e ardhshëm. Natën e mirë bashkë. Pra, kalojmë tani në këtë moment, nderuar të shikues, në pjesën atje ku do fillonim, si fillim, por që na kapi ngjarja e ditës së sotme. Opozita kërkon zgjedhje, por pa Ramën. Mua më troj që vëmendjen duke ndjekur shumë me kujdes mitingun e opozitës, më troj që shumë vëmendjen kjo parullë, cila rinte mbrapa kokës së çdo folsi. Duheshin zgjedhje të reja, por pa Ramën. Tani ne do ta shpjegojmë këtu se ç'është kjo. Dernis Dynjaja, Emir Gjinishi, Andi Tela, Antona Bilekaj më ndihmojnë mua mbrëmjen e sotme për të folur për disa. Ky është njëri për problemeve, por dhe 2-3 probleme të tjera që nuk janë vetëm shqiptare, por dhe probleme që ke interesi indirekt i Shqipërisë, edhe pse ne jemi një fshat i vogël, Gjinish, prapë interesi është që si do përfundojë Ukraina, ose ngjarje tjera të cilat janë bëjnë përshtypje në kohët që po jetojmë, që janë kohë shumë të çuditshme, jo vetëm për Shqipërinë, por veçanërisht për botën e madhe, për Amerikën, kemi filluar të mos kuptojmë shumë gjëra, por dhe për perëndimin ku do të shkojmë ne, etj, etj. Ne përpiqemi të themi atë në një gjë që kemi kuptuar, nëse kemi kuptuar, jo themi ju dëgjoni, ose edhe nuk dëgjoni, e kupton, se kjo tani kështu është kjo punë. Tani të ndjekim sinkronin. Foltorja sot, ishte foltorja sot dhe ndodhi. Në orën 6 erdhi me pak vonesë doktori, se kishte ikur dhe larg për kishte marrë një detyrë tjetër shumë të rëndësishme në Brazil, kishte marrë, ishte bërë zëvendëspresident, dhe tani ne ta ndjekim sinkronin dhe pastaj të vijojmë. Di sot nga Brazili, nga São Paulo, për të garantuar ju se kemi miq më shumë se kurrë, se ju, demokrat, opozitar dhe opozitar shqiptar. Ne do mlidhemi këtu. Ky është sheshi ynë, ky është sheshi i lirisë. Do të qirojmë dha për tes. Erdhëm këtu për t'i qëndruar armikut përballë. Erdhëm këtu për t'i futur të merrit Hajdutit. Erdhëm këtu për t'i thënë Hajdutit qërou. Erdhëm këtu për të mos ikë kur nga ky shesh pa fitoren. Çdo shqiptar duhet ta ndijë këtu, se ky shesh, kjo foltore, përmbush misionin e saj, vetëm kur shqiptarët të largojnë këta Hajdut nga qeveria. Ndaj dhe u bëj thirrje shqiptarëve, shpirtit tyre të protestës, idealeve tyre të lirisë, karakterit dhe dignitetit tyre, të ngrihemi sepse këta Hajdut po vjedhin para, po vjedhin qenjen tonë, po vjedhin tartën tonë, po shkatrojnë Shqipërinë. Por dhe shumë tjera aty të nderuar të shikues, po këta të mitë kanë zgjedhur vetëm doktorin, se fjalët e tjera nuk është se kanë një rëndësi të madhe, kupton? Foli ai dhe tani i tha, presoj të gjitha bile njeri foli gjatë. Nuk e dia e ndogje Tela ti, foli shumë gjatë njeri, dhe pastaj tha, shiko unë tani ta do në ndërpres se kam një vjersh, tha Gjinish. Dhe kishte vjershin në celular. Mirë, po s'po hapte dot. Se ishin bloku valët. Një 4 minuta nuk e hapi dot, të gjithë prisnin vjershin e këtij, pastaj tha, e pas ka bloku e drama, pas ka bloku valët. Dhe u ndërpre vjersha. E pas ke partë. Iku dhe vjersha ati, e ndoqim të gjithë tani, po thuaj se ishte e njëjta pesëmarrje. Berint Këllishi se që më shkruan, po kur e marrë unë që ta thres për këtu, nuk më thot gje, nuk më shkruan, tani më shkruan. E këmora unë para 2 orësh dhe nuk më shkruan. Përshëndetje Berint, po, duhet të hapësh kur unë nuk jam këtu orë, se këtu kësaj do të përgjigje. Tani e njëjta pjesëmarrje, por kërkesat ishin shumë më të avancuara se vitin e kaluar. Parulla kryesore, siç u thash nderuar kolegë, miq, ishte zgjedhje pa Ramën. Pra, të diskutojmë tani për kësaj problematike, foltore e dytë dhe zgjedhje pa Ramën. Si ju duket kjo protestë? Kush e filloni pari?
ju të tre përgjithsisht më të angazhuarit, sepse zoti Gjinishi do t'jetë më i angazhuar, më protagonist të pjesa që është me jashtë. Kush do filloj? Fillova Bilega një. Është e vështirë të thuash gjë, po sigurt është që... Më falni, se vetëm një sekund, Belindi që nga akoma në Brazil, dhe ishtë gabimi im, më fokusoni mua se bëra një gabim. A i pas kam në telefonit, po tani se është në Brazil, shumë vonë, Jo, është mbrapa Brazil. Mbrapa. Braba, nëse mos e zgjuar tani. Po, është në Brazil dhe nuk ka tërhiqje mund nga ajo që thash. Po. Dhe sigurt është me këtë protest, vetëm të merin armikut nuk e futur Berisha, si shta. Dhe Të meri kujtë ti? të merin, se tha, erdhëm këtu për të futur të merin armikut. Të meri armikut që kishin mbrapa. Po. Me atë pjesëmarrje, me atë mënyrë organizimi nuk besoj. Dhe përsëri pati sot dhe vazhdoi diskutimi i javës që shkoi, a duhet bërë kështu protesta apo jo mes mbështetësve të Berishës, mbështetësve të Partisë Demokratike nëse e keni parë. Kjo e mira është që ky debat është i gjithë debat publik, nuk është debat i fshehur. Domethënë ata vërtet po diskutojnë. Ka vërtet një diskutim, ka nevojë vërtet për një foltore. Brenda PD-s, për të diskutuar se çfarë do ndodh, se si do zgjidhet, se si opozita do bëhet gati për konkurrencë për të bërë më konkurrente dhe për të ndoshta për të realizuar qeverinë para kohë. Por sigurt duket që kjo mënyrë që është zgjedhur nuk është mënyra e duhur, sepse kjo nuk është as foltore. Në këtë më mirë se çadra, më demokratike se çadra e Bashës në 2017 se sa është kjo. Pra nuk kemi një dialog mes shoqërisë dhe Partisë Demokratike publik që zhvillohet aty, ku pranohen gjitha ato fakte që ata i përmendin, ose ato që ne dim, dhe pastaj flitet për një zgjidhje, se si do zgjidhet kjo, si do zgjidhet për shembull që Shqipëria në kushtet e një korrupsioni të thellë, në kushtet kur qeveritarët nuk e kanë më besueshmërinë, kur njerëzit shohin te çdo qeveritar një hajdut, si mund të shkohet në zgjedhjet parakohshme? Sepse këta përveç se janë kështu, as të riqen. A mund të arrijnë zgjedhjet e parakohshme? Çfarë duhet bëjë opozita për të arritur këtë? Çfarë duhet bëjnë ndërkombëtarët për të arritur këtë, ose bashkëveprimi opozitës ndërkombëtar për të arritur këtë? Çfarë duhet bëjnë qytetarët për të arritur këtë nëse nuk e kanë bashkëveprim me ndërkombëtarët? Këto janë ato që besojmë se duhen dëgjuar aty, sepse të flasësh aty me dosjet e prokurorisë, ose tërçerekull e tjera janë gjëra që ne që nuk i dimë ka ndodhur ndonjëherë apo jo, janë shtesa, që ato dialogjet tek për tek që Berisha i tha sot fjalë për fjalë në gjatë fjalimit vet, që ishte vetëm me Ramën Belinda Balluku dhe ai i tha kështu, ajo i tha ashtu, se e kupton, ose Berisha vazhdon të ketë një përgjus brenda të zyre vet kur ka qenë, ose një nga të dyja ka treguar Berishës, ka mundësi. Pra nuk është kjo mënyra se si bëhet opozitë, mendoj unë, dhe kjo është e qartë nga gjithë ata që sot vazhdojnë ta diskutojnë. Por ama është domosdoshme që opozita të fillojë një dialog me qytetarët, me të gjithë faktorët dhe brenda vetes, të rishikoj veten dhe të gjendet një mënyrë se si mund të luftohet kjo kleptokraci që na ka pushtuar dhe që funksionon në mënyrë autokratike dhe ka zgjesuar zgjedhjet. Ta vazhdojmë pak? Po, sepse është e vjetër pak, sidomos fillimi ishte shumë i vjetër. Mua mu duk shumë interesante se për herë të parë pash zotin Berisha të kthyer në origjinën e vet të hershme ku shembuj ose referenca të përshëndetjeve nga partitë si Motra na çoan në kongresin e 8, por për kongresin e 9 të Partisë Punës, pra me grushtin lart, partitë si Motra nga Vietnami, nga Brazili, mbani mend besoj kongreset e famshme ku Partia e Punës ishte izoluar totalisht, sillte përshëndetje e partive si Motra për t'i dhënë inkurajim masës se ne nuk jemi vetëm. Pra praktikisht ishte një lloj simbioziteti pas 40 vitesh gati, ka 1985 vim në 2025 me të njëjtën gjuhë, ku Berisha kthehet në atë reminiscencën e së shkuarës dhe që i ri faktikisht shumë natyrshëm, edhe është shumë e çuditshme, po flet edhe subkonscienca nganjëherë. E para, e dyta,
nuk korespondon forca e fjalës me atë që ka referon populli poshtë. Pra, është si të kesh një makinë që bën shumë zhurmë, po ecën me shpejtësi shumë t'ulët. Këtu ka një problem disproporcional midis realiteteve, po kjo është zgjedhja e Berishës që do të ofrojë këtë mënyrë, këtë lloj gjuhë, këtë lloj politike, këtë lloj opozicioni, mendon se mund të ketë sukses ose mund të krijojë efekt. Dhe s'është për të vënë dyshim se derisa mori 500.000 vota me këtë mënyrë i mori, kështu që duhet ta pranojmë kështu siç është. Duhet konsideruar thuaj si. Po ta pranojmë kështu siç është. Jo, po ka një pyetje tjetër që ato vota i merr dhe qëndron sa duhesh, po çështja është a vjen në pushtet. Po ai është pushteti Berishës, kaq pushtet do Berisha, 500.000 vota dhe tjetër aty. Këtë do Berisha. Tela? Ne pam të hënën e kaluar edhe paka shumë të njëjtat komente bëm. Që me atë mënyrë organizimi, me atë pjesëmarrje, do të thonë të gjithë mbeten të pakënaqur, edhe ata vetë që janë atje pjesëmarrës se kuptojnë që ajo është një demonstrim, një force minimale, një fuqie të ulët e një mungese besimi. Nëse do të tregojmë cinik, edhe mund të themi që Berisha vinte nga një takim me 115 parti, pra me 115 përfaqësues dhe kaq gjeti edhe të sheshi përballë kryeministrisë me njerëzit e tij. Dhe edhe fakti që mund ta justifikojmë dhe të themi nuk donin të bënin një miting, po donin të bënin një foltore, por kur ti vjen të bësh një foltore përpara kryeministrisë, nuk mund ta zgjasësh atë 60 minuta. Flasin 7 veta, thon të njëjtat gjëra që përsëriten për ditë dhe ti nuk shef asnjë moment frymëzimi, sepse dakor, duam të bëjmë një foltore, po zgjidhet një formë për të qëndruar gjatë atje, dhe fton njerëzit për të folur, mund të jenë dhe pak pjesëmarrës, po vazhdon flet. Ato e nisin 6:30, e mbyllën 7:30 për një orë. Dhe tash do kthehen prapë tonën tjetër përsëri me të njëjtin skenar. Dhe kjo gjëja nuk të kujton më edhe protestat e 98-s. Kështu ka nisur me pak njerëz, po u rritën ato të famshët nano ik. Kurse këtu si 2003. Jo, 98-ën fillon. Dhe nisi Azemi. 98-ën filluan pra protestat. Ishte procesionet e bërtimit. Dhe filluan, ndonëse kur rritej numri tjetër simbolik atëherë. Ndërsa tani ti e di paraprakisht që do vinë pak njerëz dhe ky është problemi, pra mungesa e besimit që ofron kjo opozitë. Sepse çështjet për të folur dhe për të revoltuar dhe për të ngritur janë të shumta. Dakor, me gjithë këto zullumet që bën qeveria, normalisht atje në shesh duhet ishin me mira njerëz. Dhe pikpyetja është pse s'dalin njerëzit. Nuk frymëzojnë, a janë ngurojnë, a nuk duan. Gjithë këto dilemat, ne për momentin Partinë Demokratike kemi që duhet japim një zgjidhje. Kështu që kjo është pikpyetja e madhe që do të shoqëroj ndoshta edhe të hënën tjetër e mëtej nëse do ta vazhdojmë të tillë formën e protestës apo të foltorës siç e quajnë. Nëse Partia Demokratike do të udhëheq një shoqëri drejt orientimit vet për të rrëzuar një qeveri autoritariste, nuk mund ta bëj kështu. Që të njëjë si një çet dumbabiste aty, nga do të gjigja mirit, që ulen aty, kapin me një qifte dhe shajnë, në atëre me një qifte, tani shajnë para kryeministrisë. Aty do të jenë njerëz që nuk bërtashin Sali Berisha. Do të vinë njerëz që dyshojnë të Sali Berisha. Do të vinë njerëz që dyshojnë të Partia Demokratike. Do të vinë përfaqësues partive të tjera ose përfaqësues a partia fare, që të flasin dhe të bëjnë të foltore dhe të dialogun që duhet dhe që mungon. Në qoftë se do mblidhen ata 5 mbështetësit e PD-s të Berishës. Dhe të bërtasin Sali Berisha, ndërkohë që ky thotë ne do ta mundim pas 12 vjetësh dështim, ajo nuk mund të frymëzoj besoj unë, se nuk ka më sens, nuk ka më, domethënë, nuk ka më argumenta sot për atë. Nuk ka argumenta numerik, jo argumenta ka, sa të duesh. Moj pyetjen time të dytë me përgjigjen që dha, domethënë me këta pak vetë dhe me këtë mënyrë si qëta Tela, dhe me këtë lloj proteste si mund të arjetë të zimje di Ramës. Kjo është një absurd, është një gjë shumë e çuditshme. Jenish, ç'kuptova ti se ti ke qenë dhe jashtë, pak po, ke marrë vesh që janë për 2 foltorë tani. Faktet dy të njoha të parën, ndoshta se kanë përcjellë aq mirë mediat ose rrjetet sociale. Dhe kjo është një tjetër fatkeqësi që opozita dal nga dal pothuajse nuk po përbën më lajm. Ky është problem i madh për mediat shqiptare. Megjithatë më lejo të bëj një analogji më thjesht se kaq për të bashkuar edhe opinionit të panelit, që kjo është një opozitë që e ka shumë vështirë të vinë në pushtet me këtë lloj filozofie dhe me këtë rrugë që po ndjek. Ne sapo mbyllëm zgjedhjet lokale në 4 bashki,
zoti Rakipi. Dhe Ndërkohë, çfarë ishte? shumë arsye për të ardhur. Mblej një minutë. Qartë. Do të bëj vetëm një analogji me zgjedhjet dhe me këtë që po shohim te foltorët. Çfarë patëm te zgjedhjet? Opozita zgjodhi mos dalë me kandidat politik. Në një farë mënyre, si thuaç, do mbështes kandidat në shoqëria civile, as nuk mori pjesë nga mënyra se si u zgjodhën këto, kush i solli këto. Dhe çfarë patëm? Kjo solli përqindje më të ulët në zgjedhjet që janë mbajtur Shqipërinë ndonjëherë. Përqindja më ulët, që do thotë nuk motivoi. Kush ishte rezultati? Humbje dhe heshtje. Rikthehemi prapë tek historia, bota e krimit, narkoshteti etj. Foltorja çfarë po bën sot zoti Rakivi? Sot ne nuk shikojmë nga foltorja në foltore, nuk shikojmë, jo vetëm që nuk shikojmë figura potenciale të shoqërisë shqiptare, që nga bota e medias, nga bota akademike, nga shoqëria civile, që ka më, nuk është që nuk ka, se këtu është po përhapet një gjë që s'ka Shqipëria më, këto janë. Nuk është e vërtet fare. Ka sa të duash. Nuk ka figura të reja potenciale opozita që të hap një kapitull 3 më bindës për qytetarët. E dyta, pjesëmarrja një lloj si të zgjedhjet e tjera, vazhdon të zvogëlohet nga foltora në foltora. Ky është tregues. Ku do shkoj opozita me këtë? Përsërin humbja është zoti Rakipi. Do me thënë, kjo është një opozitë fatkeqësisht ne do duhet të merreshim me pozitën, sepse ajo udhëheq, ajo vjedh, ajo bën korrupsionin, ajo shkatron demokracinë, institucionet e pavarura kështu me radhë. Po ne kemi folur aq shumë për pushtetin këto 12 vite, sa që në një farë mënyre me gjithë kritikat që ka opozita ose klasa politike për median, siç e quan një pjesë e medias, ndoshta është dhe e kapur patjetër, po këto nuk kanë bërë në opozitë më të mirë më. Këto nuk ka sjell asgjë. Dhe në fund fare, çfarë do reagimi që të ketë në rrugë, rotacioni politik bëhet me mekanizma politik. Dhe ti, pjesën tjetër të mekanizmit transformues, që është opozita, e ke jashtë loja më. Është jashtë loje fare. Nuk ka asnjë lloj shpresë për të marrë pushtetin. Ndërkohë, fokusi i protestës të radhës parë, po sidomos sotme ishin Rama dhe Balluku. Ndërkohë, pezullimi i Blen Ballukut është shuar në gjykatën kushtetuese nga qeveria. Edi Rama thotë që ka një ndryrë brutale në punë të ekzekutivit. Ja ta ndjekim. Pezullimi nga detyra e një ministr, në këtë rast edhe zëvendës kryeministrit, pra drejt për drejt përgjegjës për drejtimin e qeverisë në mungesë kryeministrit, është një tjetër shfaqje e reflekseve antidemokratike, ku s'ka ndodhur kurrë që një prokuror dhe një gjykatës të mblidhen kokë në kokë dhe të pezullojnë nga detyra një antar i qeveria. Por, dhe ky është një por shumë i madh, nëse një prokuror special dhe një gjykatës special kanë vendosur të pezullojnë një ministër, cënimi drejt për drejt i pavarësisë dhe i funksionimit të një pushteti tjetër të pavarur, si që është ekzekutivi, duke marrë kompetencat e kryeministrit, të presidentit dhe të parlamentit për nga buron mandati i qeverisë dhe i çdo ministri, zgjedhja jonë në raport me këtë fakt është e thënë drejt për drejt, ne nuk mund të përgjigjemi një arbitrariteti të këtyre përmasave me asnjë lloj arbitrariteti. Dhe as do të angazhohemi larg qoftë në një betejë politike retorike me drejtësi, por do vazhdojmë me durimin ton strategjik. Do ta ruajmë dhe mbështesim pavarësinë e gjyqësorit, do ta respektojmë pa kushte vendimin e pezullimit të ministres dhe në ndërkohë do të kërkojmë mbrojtjen e pavarësisë së funksionimit të cënuar të qeverisë vetëm tek drejtësia në gjykatën kushtetuese. Pra dëgjohet këto gjëra jemi duke bërë, tha Edi Rama. Me pak fjalë secili, ç'është mendoni? Ka disa ditë që ka një debat hapur publik mes vendimit që ka marrë gjykata kundër krimit dhe korrupsionit, e cila pezullon nga detyra zëvendës kryeministrin dhe ministrin, dhe faktit nëse ka tagër për ta bërë këtë punë apo jo. Debati juristëve është në dy anë. Po në dy kratë tonë ka tagër, s'ka tagër. Unë vetë... Ka ashpër që thonë s'ka tagër. Unë vetë mendoj që ai në një i kodit procedurës penale duhet patuar 142 Po është 103. 242. 103 që thotë... Jo, ai është...
Deputeti... Ata A e është referuar nga kushtetuta, 42 por Kodit po them, Procedurës Penale. si pas kodit të procedurës penale, Belinda Balluku është deputete dhe GKO-ja nuk po e pezullon nga detyra e saj si deputete, pra mund të vazhdoj rolin e deputetes komisione në parlament, por e pezullon nga detyra si zëvendës kryeministër Por dhe gëzon ministër, thot në një tjetër atributet e deputetit. një detyrë që ja ka caktuar kryeministri brenda një dite në asamblenë e PS-së, thotë ti zëvendës kryeministër, ti ministër shëndetësie, ti ministër drejtësie, siç i caktuaj. Kështu që në këtë formë mund ta shkarkonte dhe ta zëvendësonte me dikë tjetër. Por i gjithë ky debat vjen në këtë pikë sepse që ditën 0 kur Spaku e mori të pandehur zëvendës kryeministrin, si një vend që aspiron për të hyrë brenda BE-s dhe për të zbatuar gjithë kodet morale të BE-s, zëvendës kryeministri duhet kishte dhënë dorëheqjen. Nëse ajo do kishte dhënë dorëheqjen atë ditë, nuk do hapej fare ky debat. Po kështu do të kishte dhënë për shembull presidenti Trump dhe shumë njerëz tjerë. Nëse ky është një gjë shumë e debatueshme. Tani, presidenti Trump nuk ishte në detyrë kur u ndërmor procesi gjyqësor. Por po them, në BE ka disa standarde dhe kur një zyrtar i lartë merret i pandehur, tërhiqet nga detyra dhe Megjithatë presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Ky është hapi tjetër, pra tash si do vendosë ka juristë që e bënë ashpërsisht. Manjani për shembull, patjetër ashpërsinë më të madhe thoshte që ky është një puç. Po ta shohim politikisht pastaj është një puç. Këtu janë dy palë. Ndoshta duhet pyetur një apo dy njerëz që kanë shkruar kodin e procedurës penale. Pra çfarë kanë pasur ndërmend ata kur kanë shkruar këtë nemin? Ne pyesim në një plan. Na reflekton neve që jemi akoma të zbuluar në disa çështje të ligjit. Po ne kemi shkuar te kjo pikë sepse u kalua i hapi parë pa u përfol fare. Pra në zonës kryeministrit do kishte dhënë Denis, siç duhet ta kishte dhënë Erion Velia dorëheqjen kur u arrestua dhe nuk do krijosh gjithë ajo procedurë e gjatë të shkojmë gjykatë kushtetuese, duhet apo s'duhet të qëndrojnë detyrë, thirrën apo se thirrën mbledhje. Në një vend normal, kush akuzohet dhe ka pushtet, duhet t'japi dorëheqjen dhe të presi drejtësinë vendosur. Tani Erion Velia u lirua nga 1 minutë. Erion Velia u lirua nga gjykata kushtetuese vendosi që nuk ishte të drejtë. Po. Se duhet shkonte gjykata kushtetuese çështja? Bashkia e Tiranës, pyeta, mbeti pa kryetar bashkie. Po. Tiranë po të lëvizësh tani, pavarësisht kush është nën kryetar, kush është bërë emëruar si gjoja kryetar, Tirana valvitet nga plerat, nga gjithë. Po, Ylli, po a do ndodhte kjo gjëja nëse ai do kishte dhënë dorëheqjen? Po jo. Do shkojnë zgjedhje. A do ndodhte ky debati kushtetues? Ishte shumë e diskutueshme kjo. Po mirë, pra unë po them, çfarë duhet kishte ndodhur? Unë mendoj që parimi është ky, që në momentin që fillon hetimi, një zyrtar jep dorëheqjen. Përjashtim nga ky parim është ai përjashtim që bëhet në Shqipëri. Edhe kur unë zgjedhjet, që duhet jap dorëheqjen kryetari. Që këta të akuzuar thonë që ky është sulm politik, jo sulm ligjor. Jo një ndërmarrje. Të gjitha sulmet që këta kanë bërë, opozita thotë që sulm politik. Arsyeja pse Velia i jep dorëheqjen, ne thotë që është një sulm politik. Balluku mendon që është një sulm politik ndaj saj. Dhe në këto kushte, ato nuk e vulnerabilizojnë veten ndaj drejtësisë. Pra, e mbajnë imunitetin, e ruajnë imunitetin që kanë, që drejtësia mos ta përdor për si kamzhik, mos përdor si kamzhik kundër tyre. Qartë. Pra, çdo të thotë kjo. Kjo do të thotë që besimi ndaj drejtësisë në Shqipëri krijon në radhë parë këtë precedent. Që çdo njeri që shkon para drejtësisë sot thotë që ky është gjykim politik. Shikoni një politikan nga këta që janë në gjykim sot, që të thotë që ky është një gjykim politik. Jo, nuk thotë të gjithë kështu. Të gjithë kanë gjykim politik. Pse e thonë këtë? Sepse drejtësia është e qartë që nuk po ndjek çështjet, po ndjek njerëzit. Po pra, duhet të ndjek çështjet. Ku është problemi i madh? Kjo është një vërtetë e thjeshtë. Ku është një problem shumë i madh? Një jurist i rëndësishme dëgjova. Këtë e kemi thënë neve, që do të bësh gjuhët historike. Ndjek njerëzit dhe nuk ndjek çështjen. Kjo është një arsye. Do hym pak më pas edhe te Dumani. E dyta është pastaj. E dyta është që në rastin e zonës Balluku, në rastin e zonës kryeministres, vendimi për pezullim nga një gjykat, një njeriu që jep parlamenti mandatin, është shumë më diskutueshëm. Shumë diskutueshëm. Jo, shumë, do të thënë, vërtet kemi të bëjmë me dy pushtete të ndryshme, gjyqësori dhe ekzekutivi. Të ndrysh në një
të ndrojë një pushtet në një pushtet tjetër, në detyrat dhe kompetencat e një pushteti tjetër, quhet ndrojë një pushtet. Këtu s'kemi të bëjmë me... Pra, gjykata kushtetuese thua ti do të pritet. Ajo është për të shprehur gjykata kushtetuese, por fakti është që kjo është bërë për arsye se Belinda Balloku ka penguar hetimin, me sa dim ne, deri sot nuk është penguar hetimin, sepse ka një vit e gjysmë çështje që është hapur, dhe çdo dokument është marrë. Qartë. Prandaj mendoj që ndoshta gjykata bashkë me Spakun, ndoshta janë ndjerë në një presion tjetër të mëvonshëm, por jo në presion të mëpashëm. Po, dhe ka kërkuar pas presionin të mëvonshëm. Tjetër ndoshta është. Nëse ka pasur presion të mëvonshëm, jo tela sepse jemi shumë ngushtë në kohë dhe konkludon Denisi dhe ikim nga ky moment. Dua që të përqendrohem pak te elementi parimor, e preku pak Antoni te çështja e standardeve dhe emrit. Nëse do ruajmë një linjë për të diskutuar parimisht, duhet mbetemi te standardet, se po të merremi me emra, pastaj do bëjmë ne gjyqjen e personave këtu. Ne po e tha. Do jemi në anë subjektive, gjithsesi kush ka personi dhe jo vetin për personin. Pra, kundër, pro etj. Unë mendoj që situata nga pikpamja e ligjit, nga pikpamja e përballjes, është e komplikuar. Duhet presim këtë vendim gjykatës kushtetuese tani më që ka shkuar çështja atje, në gjykatën kushtetuese. Pra, le të mos bëjmë ne as juristin e parakoshëm, as gjyqtarin e parakoshëm. Që nuk e kemi bërë asnjëherë dhe nuk... Sepse mendoj që do gabonim dhe mund të ndikonim pa dashje opinionin publik, pra mund ta orientojmë gabimisht. Por ka diçka për të thënë në këtë rast. Përsa i përket dorëheqjes, ne ndodhemi në kushte dhe rrethana specifike se si funksionon demokracia, ligjbërja, pushteti ekzekutiv, pushteti gjyqësor gjithashtu, pra ne nuk jemi në kushte normale. Fakti që krijojmë një gjykatë të posaçme, një prokurori të posaçme, ndodhemi në kushte specifike ku palët paragjykojnë njëra tjetër në çdo akt, në çdo vendimmarrje, në çdo iniciativë. Sa më shkurtën ose më shkruajnë që duhet. Pra dua të them që nëse në një rast besojmë që standardi është i dorëheqjes, dikush tjetër që thotë unë s'kam pse ta jap dorëheqjen për sa kohë mendoj që jam i pafajshëm ose i pa implikuar, sepse nuk mund të kthehesh më pas. Nëse jep dorëheqjen, ti do shohësh rrugën tënde. Dhe janë standarde të tjera, janë shtete të tjera ku gjyqësori është i ndarë, pra ne nuk kishim pse të bënim një gjykatë speciale, mund bënim vetëm prokurori speciale, se gjykatë si është gjykatës. Në këtë rast, pra e kemi shumë të komplikuar situatën. Në kontekst, prandaj nuk ka ardhur edhe dorëheqja mendoj unë nga pikpamja politike. Pra unë, nëse nuk ndjen fajtor, s'kam pse jap dorëheqjen dhe besoj që Belinda Balluku në këtë rast mendon që nuk ka implikime përveç faktit që janë injektuar segmente të ndryshme të bisedave, më fal ta mbaroj. Pra që i tha filanit anulloj këto mera të dhe ne na krijohet i telenovel tani sikur po ndodh. Ose do na japin gjithë dosjen dhe ta lexojmë gjithë dosjen komplet. Pra Spaku na interferojnë dhe na iluminojmë gjithë dosjen, ose ndryshe ne duhet presim gjithë historikun kur të mbarojë ky proces gjyqësor dhe pastaj të merrem me analizën politike mendoj unë. Ndryshe jemi në paragjykim. Fare shkurt dy pyetje tjera. Berisha zgjedhur zëvendës presidentit SDI, Unioni Partive të Qendrës Djathtë. Çfarë është ky union dhe sa është i rëndësishëm me pak fjalë apo është thjesht një simbolik? Është një union me 115 parti të Qendrës së Djathtë. Kanë mbajtur mbledhjen e tyre, kanë zgjedh 17 zëvendës president, Berisha është njëri prej tyre. Por ata të Vietnamit kameraka kanë qenë apo jo? Por domethënë është po bën shaka tani që është 17. Po, aqen. Është president një apo janë disa? Një president. Një është president. Kush është ky? Një që ka qenë kryetari i Bashkisë së Bogotës. Bogotës. Por është një union partish të Qendrës së Djathtë. Presidenti Kolumbis ka luftuar drogën në Amerikë. Tani ndërkohë jemi te momenti ku Zoti Berisha do të nisë takimet në mbështetësit një lloj si foltoret kur s'kemi gjë për këtë të zëvendës presidentës, s'kemi çfarë themi apo jo. Po më një post është ai. Po, është një detyrë sa. Dakor. Post fryrje propagandistike mendoj, siç e bënin këta edhe këta socialistë. Po, zëvendës presidenti i Internacionale Socialiste me 30%. Po, nga Berisha që se takonte njëri që se priste njëri. Kanë patur ndonjë të mengjërsisht kësa tanët kanë patur ndonjë të rëndësishëm kanë pasur. Ku në Internacionale Socialiste e kutë?
Po ma ato janë... Për këto, Ato janë grupi... Janë aq kot sa nuk i mban mend njeriu, është shumë s'ka si vlerë. Po për shumë, Partia Republikane Amerikane nuk është pjesë. Fatosano pjesë pas nuk besoj se ka qenë se ai nuk shkonte nga që se ai nuk vinte në mbledhje. Ne kemi pas edhe zëvendës president të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për shembull, që ka janë 20. Kush ishte? Po se bajmë se s'kemi pas. Janë kot, janë shumë pa vlerë. Bravo, zoti Rakipit, se të themi diçka kështu më thjesht, këto janë si vllazëri, mos si vllazëri. Oj, që vllazëri, nuk kanë vendimet e këtyre, nuk janë detyrueshme për asnjë institucion. Për asnjë institucion botës. Vllazëri. Vllazëri. Të pëlqeu, shoqata, vllazëri dhe shoqata janë bashkohen, bukur. S'kan asgjë. Tani doktori thotë që takimet me mbështetësit një lloj si foltore do bëj në të gjithë Shqipërinë prap. Kur kishte sherin me Bashën në PD. E ndihmon kjo opozitën apo jo? Me fat 3-4 fjalë që të ikim si momenti dhe të Nuk e ndihmon opozitën, i jep një imazh tri doktorit pas një thyre të madhe të figurës doktorit, po kjo është e vërtetë ndërsa opozitën s'e ndihmon. Opozita, doktori mund t'i bëjë këto takimet edhe në për rrethe që prapë një informat do ketë. Por e rëndësishme është të rithemelohet ajo PD-ja, sepse çdo, ne flasim me 10 veta atje që mlidhen shesh. Domethënë, Ela është duke thënë që forma nuk është më shumë e rëndësishme. Përmbajtja është elementi. Nëse Berisha do flas me ata që janë dakord me mënyrën si po qeveriset PD-ja, do dalin konkluzioni që është shumë mirë dhe duhet të vazhdojë kështu. Problemi është që ata këshilltarët që këshillonte kur ishte kryeminist, të vitë të dëgjoj, të bëjë një proces të kundërt tani. Të dëgjoj njerëzit të cilët janë pak kënaqur në mënyrën se si po funksionon PD-ja. Brenda PD-s dhe jashtë PD-s. Jo vetëm Berisha, po të dëgjoj e gjithë PD-ja, e gjithë ajo që është kryesia e PD-s. Nëse nuk do i dëgjojnë njerë ata dhe pastaj të reflektojnë, besoj që ajo parti do të kurret. Qartë. Kalojmë në një moment, unë e vendosa në skalet momentet e fundit dhe mund duk mjaft interesant. Video nuk e kemi nga që kujtuam shumë vonë, me thënë drejtën. Jemi kërcënuar nga krimi dhe politika, tha Dumani, politika dhe media, tha Dumani, në Bruxelles. Shkoj aty, Dumani, shkoj dhe deklaroj që jemi kërcënuar nga krimi, politika, media. Në më thënë, pak, tha, është përballur me presione dhe kërcënime nga krimi. Nga krimi, politika dhe media. Tani që mendoni për këtë deklarat? A duhet t'i thot qartësisht, t'i thot dhe këtu, zotrinj, pagun e ka kërcënuar Partia Demokratike, ka kërcënuar Partia Socialiste, ka kërcënuar Edi Rama, ka kërcënuar Sali Berisha, media, ka kërcënuar kjo media. Si e mendoni ju këtë gjë tani? Me atë nivel sigurie që kanë ata, besoj që çdo kërcënim duhet ishte regjistruar dhe duhet ishte proceduar minimalisht. Gjithsesi, presionin, nëse ka pasur fjalën për presionin e madh që bëhet politikë dhe në media për shembull. Presioni është një gjë tjetër. Presioni është shumë i madh dhe i spakur. Pavarësisht vërejtjeve që kemi, në trajtimi i vërejtjeve tona, si dhunë verbale ndaj çdo prokurori në veçanti me emër, e shndërrojnë gjithë kontrollin mediatik ndaj një pushteti të caktuar në një presion të pamerituar. Pra, nëse i bëm biografinë prokurorëve, dhe themi ky e bën për këtë, ky e bën për atë, fillojmë shajmë, bëjmë politika dhe media gjithashtu. Dhe sigurisht që edhe krimi e bën, se për shkrimin e prokurorët me, nuk më e parimin, atëherë, për presionin shumë i madh. Nëse ky presion ka shkuar deri në kërcënime, mendoj që ata që e kanë kaluar deri në kërcënim, duhet të ishin sot ose të proceduar ose në burg. Qofshin politikan, qofshin gazetar, qofshin kriminal. Kështu që nëse e ka pas për presionin, jam dakord. Nëse e ka për kërcënime konkrete, atëherë ai duhet të kishte folur me vepra, jo me fjalë. Ka një konfuzion për qëndrimet e SPAK-ut, se vetë zoti Dumani ka thënë që ne, si trupe prokurorëve special, jemi të përgatitur edhe për shantazhin, edhe për presionin, qoftë ky nga krimi organizuar, apo nga çdo lloj elementi tjetër struktural shoqëror. Kështu që kjo pjesa e deklarimeve të sotshme është pak e çuditshme, por megjithatë mendoj që SPAK-u në këtë pritshmëri që ka do jetë dhe në presion, sepse shoqëria pret rezultate nga kjo histori. Unë mendoj që ajo pjesë e shoqërisë që e ka mbështetur SPAK-un është goxha më e madhe sa ajo pjesë, qoftë nga media, qoftë nga politika, që nuk e mbështet ose e ka stigmatizuar ose e ka sulmuar SPAK-un. Do hap një klap këtu sepse nuk mund ta them dot pak më përpara, po për shembull, një nga elementet që duhet shfrytëzonte praktikisht opozita ishte pikërisht goditja që po bën në tërësi SPAK-u ndaj politikës. Pra vetë Berisha
është një konfundim të palogjikshëm për bonuset që i vinë nga drejtësia. Pra ky thot që SPAK-u, struktura e posaçme është strukturë kriminale, organizatë kriminale e cilësone, e i fut gjithë në blok. Pastaj del në një miting nesër dhe thot X-i ka bërë këtë aferë, tjetri ka bërë. Tani, është mënyra që tjetër Berisha për të mbrojtur. Po dakord, o je kundër Edhe SPAK. si politikan edhe Ka drejtë, se ti merr dosjen e SPAK-ut si është bërë sot vërtore, dhe me dosjen e SPAK-ut sulmon kundërshtarin politik. Do me thënë, Tani ajo dosja e SPAK-ut është e besueshme ose është e besueshme? Eksakt, pra, tani si bjen, se një po, dy jo, nuk shkon kjo logjika. O je kundër SPAK-ut, o je me SPAK-un, ose të paktën hesht, se ka dhe një version. Po jo ndoshta. Te po jo ndoshta, të paktën bëjnë ndoshta. Ky del kundër fare. Pra në këtë kuptim është komplet apolitik në logjik ose parapolitik. Po kjo është punë e Berishës, se vlerëson vetaj, se i di vetë punët e veta më mirë. Tani të vim të SPAK-u. Sa më shumë të sulmohet SPAK-u, do të thotë që aq më shumë punë po bën me efekt për të mirën e shoqërisë. A ka probleme sa të dush? A ka kriju probleme sa të dush? Pra kur them ka kriju probleme, ka kriju dëme. Pra krimi organizuar e ka trondit apo jo? Ka bërë shumë goditje në element të fort kriminal, ka bërë shumë sekuestrime dhe konfiskime pasurish gjithashtu, të cilat as nuk mendoheshin më përpara. Por kini parasysh që me kohën që kalon, edhe krimi është sofistiku, tani flasim për qindra miliona euro në dispozicion të krimit organizuar. Qartë. Dhe këtu është shumë vështirë tani ta ndash se ku fillon edhe frika, edhe njerëzorja, edhe parzmorja. Pra, ata janë njerëz në fund fare. Kanë emocion, kanë gjak, kanë fëmijë, kanë familje. Nëse ka kërcënime konkrete, siç ka thënë ai sot, është tjetër çështje. Tani presioni, po. Nuk ka një E që ti po sulmon çopja, kanë miliarda, miliona euro, qindra miliona euro pasuri. Pra po them. Sigurisht që mund të reflektohet. Duhet marrë në konsiderat dhe kjo pjesë. Por, a ka pasur kërcënim konkret, apo ka pasur mendim ose presion që mund të ketë reagim? Vetëm krimi organizuar mund të krijojë presion të karakterit të kërcënimit fizik. Le ta themi troç fare, se kërcënim me shantazh gjusor ose me akuzave to besoj që ata janë kalit tani më me këtë pjesë që edhe t'i çojnë to mesazhet nga larg, më thehet thash. Pjesa është kur hyn pjesa njerëzore, pjesa e kërcënimit. Kërcënimi i krimit nuk është publik. O do vite mesazhi telefonit, o do vi me kallauzi. Ka lloj-lloj mënyrash, ka lloj-lloj mënyrash. Këto janë mënyrat e krimit, pra se nëse ti shkon për t'i arrestuar dhe për të sekuestruar pasuritë, dhe kjo është më e rëndësishme, sekuestrimi apo konfiskimi i pasurive, mesazhi apo kërcënimi mund t'i shkojë prokurorëve të SPAK-ut dhe këtu është në drejtën e Zotit Dumani bashkë me prokurorët e tjerë për ta denoncuar këtë fakt. Pjesa tjetër e politikës dhe e medias, media nuk ka si të kërcënojë. Media po mund të bëjë presion, mund ta tejkalojë presionin, media të caktuara mund ta bëjnë këtë gjë, por kjo është një gjë për të denoncuar sepse është publike, është e lexueshme, nuk ta bën me mesazhe telefonike. Politika mund të bëjë të njëjtën gjë, presion, edhe shantazh, por prapë do ta bëjë të dukshme, të prekshme. Po një politikan edhe mund të kërcënojë me pushtetin që ka. Po, nëse kërcënon me emër dhe me emër. Kurse kas konkret, nuk mund të jetë përgjithësi. Dhe Dumani nuk është se ka fshirur këtë gjë, edhe kur ka shkuar në parlament, edhe në komisionin parlamentar ka thënë, por ka thënë deri presione, kemi pasur presione, por ne nuk ndikohemi, ne shohim provën, ne ndjekim akuzën. Kërcënimi është një gjë më e rëndë. Do mos te media. O do të thosh që më kërcënoi Ylli Rakipi dhe do ta bësh publike, apo emisioni ti, apo gazeta X, apo televizioni Ypsilon, po shumë përgjithësi. Dimon dhe transparencë. Pastaj hym në spekulim. Vetë prokuroria përfshihet spekulim. Gjithsesi, unë mendoj që hyrja në jetën personale të prokurorëve, dhuna verbale ndaj tyre si persona, është një akt që nuk duhet tolerohet as me ligj. Sepse është i patronueshëm. Po kjo është identifikueshme. Pavarësisht gabimeve që bëjnë. Ky është me dosjen. Po pra, po këtë identifikojmë, ta dëgjojmë. Çka ke parasysh me hyrja në jetën personale, se unë nëse jam gazetar dhe kam një prokuror që po thith e ke makinën kaq. Vajza jote studion. Etj. Kjo është në po duhet thuan, po pra ta specifikojmë se po pra, këtë po se ka edhe prokuror ose BKH që shoqërohen me element kriminal, ose nëse ti ke ato provë dhe sigurisht do japësh. Po këtë po them. Ky është kërcënim. Dhuna verbale. Nëse ka media që sjell fakte të këtij karakteri, pastaj këtu jemi denoncuar, jemi më në shantazh ose në nëse një media përdoret nga një politikan, përdoret nga një kudion kriminal dhe sulmoni prokuror të caktuar dhe i tregon fakte të cilat nuk janë të konfirmuara, atëherë këtu kemi të bëjmë me një shantazh që mund të kalojë deri në kërcënim.
Në qoftë se një media është interesuar vërtet nëse një prokuror është i shoqëruar me një person me element kriminal, me një person pa përshtatshëm, atëherë kontakton dhe prokurorin, e pyet prokurorin, mundohet ta konfirmojë sa më mirë dhe të jetë në raportim të jetë sa më e ekuilibruar. Ndërsa ato media që ne, ky prokuror është parë filan vend, me një kriminal filan do ja tregojmë Pa prova, Këto janë sulme kriminale, këtë po them. me veprimin fort mundshëm, sepse përzihemi të gjithë pastaj aty, bëhemi të gjithë njësoj. Kjo është ideja. Ty fare shkurt dhe kalojmë te pika që i ke ti në kujdestari. Unë mendoj që kjo fjali është krejt se ka gabuar nga Zoe Dumani. Nga fillimi deri në fund. Nuk mund të thot kreu i Spaku të Shqipëri jem kërcënuar nga krimi, nga politika, nga media. Para një herë, si që u trajtua dhe këtu, ti ke gjithë drejtën ligjore, kush të kërcënon të marrësh masa. Ky nuk i ka bërë. Keni dëgjuar ju që të akuzohet dikush se ka kërcënuar këto prokurorët e Spakut? Apo politikan që ka kërcënuar? Apo media? Media herë është kot fare. Sepse puna e medias, shiko, o zoti Rekipi, puna e medias është kështu, nuk e shkatron shoqëri një media më. Ka ndikimin e saj pozitiv dhe negativ, por ai që do ta thot vërtetën media e thot, qoftë dhe një zë i vetëm, dhe mjafton se media për këtë është, për t'i thënë gjithë zërat. Jo për të dhënë peshoren ku është e drejta dhe ku është e gabuar. Gjithë thon fjalën e vet. Kështu që për mua ky ka bërë një gabim të madh, ndoshta ka qenë një lapsus, nuk e di se çfarë, sepse ne nuk kemi një rast real kush është ky kriminal që ka kërcënuar Spakun. Kush është ky politikan që ka kërcënuar Spakun? Nëse kjo ka ndodhur. Dhe ky nuk e bën publike, kjo tregon që ky nuk është njeri i lirë. Ky është njeri që ka ulur kokën përpara krimit, përpara politikës dhe përpara medias. Ta themi i hapur këtë histori. Kështu që ky, jo vetëm që është nxituar, por edhe në një farë mënyre ka vetë paditur veten, ndoshta edhe ka ndodhur këtore. Po nëse i mban në xhepin tënd ti tregon që ti ke ulur kokën e dorëzuar. Dhe gjithë ky debati që bëjmë ne mbi efikasitetin e Spakut ose jo, që nga i vërtet. Me gjithë vlerësimet që ne themi që për herë të parë politika shqiptare dhe krimi është godit në këto nivele, dhe kjo është arritje e Spakut. Por momenti që ka thënë këtë fjali, ky ka ngrit një pikpyetje shumë madhe vetes ti dhe institucionit. Qartë. Ikim nga ky moment dhe mbrim në dy pika tjera të cilat për shkak të argjimit kohës edhe me atë fillimin që na mori 10-12 minuta. Kemi te politika ndërkombëtare kemi një moment shumë të rëndësishëm, që është për fatet e të gjithë botës, si thua, edhe për fatet e fshatit ton të vogël. Bashkimi Evropian hapur këto 24 orët e fundit është kundër Donald Trumpit. Lidhje direkte për fare pak minuta bashkë me Gjinishin që të ndihmojnë për këtë proces, unë kam zotin Nazarko. Plani me 28 pika i Donald Trump e vendos Ukrainën në një pozicion mjaft të vështirë. Mirëmbrëma, më lini ti them mirëmbrëma se është Vjota përshëndet. Mirëmbrëma. Në Shkup si duket temperatura lartë ajo? Të ulta. Valla e ftohtë është shumë, por festa kombëtare ka mbledhur gjithë politikanët shqiptar, por edhe Maqedonë. Festa kombëtare kujto? Alfabeti. Festa kombëtare e Shqipërisë, në të gjithë. Si e Shqipërisë që do të ndodhë në datën 28-o? Po do një javë? Ishte... Do me thënë aty unë mbledh kanë gjithë shqiptarët, këte janë batin në... Shqiptarët e Shqipërisë janë batin në Greqinë, Malzi, këte. Allah. Tani... është shumë emocionale të dëgjosh himnin shqiptar, të dëgjosh ata 4 tenorët. Edhe ti e ka partisur shumë bukur për ta dëgjuar. Sa herë ke dëgjuar sot? Jo tani. Kalojmë direkt se s'kemi kohë. Fillon Gjinishi pak, që ma solli këti ide dhe do vjosh ti. Plani me 28 pika i Donald Trump e vendos Ukrainë në një pozicion mjaft të vështirë. Se këtë plan e bënja dhe unë, që s'kam lidhje fare me... Marë 28 pika, ja japë Rusisë pjesën dërmuset i kësaj Rusisë mirë thashë, gjysmë me Ukrainës, qa do Rusia, ja japë gjithë ato, ta spjegojmë të sa më thjesht për publikun, që është ky thelbi i planit që propozoi Trump. Se ky bën plane shumë të mëdha, disa... interesant është dhe nuk i jetës në asnjë, kishe bombarduar prap Gazën, Izraeli. Si ku mbaroi lufta tha në Gazë, gjithë aty ishte bombarduar prap, kishin hedhur bomba. Ky bën plane shumë të mëdha. Po i bie thjeshtore, si që i bie këtu, për shembull, si që i binte këtu, për shembull, Raxha Irfani që kemi ne, sikur të ishte president i Shqipërisë. Pam, i binte shkurt. Fare Irfani të mbelliu the? Po,
Po njajnë e bure ke vënë reti me Trumpin. Të mërësisht. Pra, gjeni tani nise këtë seriosa ishte ka frikë se e vërteta është që ne nuk kemi njohur kur me propozimin e presidentit Trump. Ne filluam diskutojmë propozimin e presidentit Trump, ndërkohë që kur Bashkimi Evropian bëri kundër propozimet. Dhe ka një debat shumë të madh Shtetet Bashkuara të Amerikës mbi mënyrën se si rrodhin media. Ai ishte dialogu ose dakordësia që kishin rënë midis tyre Witkoff, i deleguari special i presidentit Trump me Kirillin, dhe sekretari i shtetit Rubio ishte jashtë loje. Ky ishte një debat shumë i madh. Megjithatë, gjithsesi ne u njohëm me pikat 28 pikat kur Unioni Evropian u kundërvu. Pse ndodhi kjo? Pse Bashkimi Evropian u kundërvu? E para që siç ndodhi edhe në rastin e Gazës, kur Shtëpia e Bardhë u tentua të bëjë një zgjidhje jashtë Unionit Evropian, deri kur presidenti Macron bashkë me Arabinë Saudite bën atë mbledhjen e famshme në Kombet e Bashkuara, detyruan në një farë mënyre Shtëpinë e Bardhë të tërhiqej pak mbrapa dhe të bënte një zgjidhje më gjithëpërfshirëse me aktorë të tjerë global dhe lokal. E njëjta gjë ndodhi edhe këtë herë. Presidenti Trump, i cili një nga kauzat e tij më të forta elektorale ishte që do ta mbyllte konfliktin me Ukrainën me një telefonat, nesër nuk e mbylli dot. Sigurisht ai nuk është fushata elektorale ka dhe slogane të tilla. Megjithatë, përtej populizmit të leadershipit presidentit Trump, pse reagoi Unioni Evropian? Unë mendoj që para zgjidhash një herë kjo reflekton si thuash tensionet e vazhdueshme që ka patur gjithmonë Unioni Evropian me Shtetet Bashkuara të Amerikës. E dyta, plani i Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte një shuplak, jo vetëm për Ukrainën, por edhe për Unionin, sepse jepte më shumë drejta Rusisë. Ishte krejtësisht i balancuar. Por çfarë i jepte gjitha të rëndësishme? Për shembull, jepte territore të cilat akoma nuk i kanë kontrollin e vet Rusia. Nuk janë territore në kontrollin rus, akoma luftohet. Jepte të tjera. E para. E dyta, kërkonte lëshimin e territoreve pa bërë një dialog direkt me palën, me Ukrainën. Ti do të njohësh Rusisë 1, 2, 3, 4... E presim thosh deri në datën 27. Po. Po. Ishte një bocet. Këtyre pikave. Këtë nuk e din domethënë, sepse po negociohesh, Witkoff dhe Kirill po negocionte faktikisht. Po vazhdoni si vëmë popullatës, çfarë jep tani Trumpi Rusisë? Tani ç'është 28 pika, zotëri. Janë 28 pika. Po 5 pika janë ato më të... Po, zotëri, po se 28 pika edhe... Po 5 janë më të rëndësishme. Tani të mos e banalizojmë. E para njerë, ja... Po ti japi 28 pika gjera. E para njerë. Rusisë mbaron lufta më. Po pse fut vjerën ka shpesh? Po çfarë të them unë shkreti se ajo... Na ftoi herë vjerën e emision ta kemi. E para, shiko, ka çështje që lidhen me çështjet e sigurisë, ka çështje që lidhen me ekonominë, ka çështje që lidhen me stabilitetin. Për shembull, për sa i përket sigurisë ushtarake, propozimi i presidentit Trump ishte që në kohë paqe Ukraina të mos kishte më shumë se 600.000 ushtar, ndërsa propozimi i Bashkimit Evropian thotë 800.000 ushtar. Për shembull, propozimi i presidentit Trump ishte që Ukraina do mos marrë kur pjesë, mos bëhet kur antare e NATO-s dhe këtë ta ketë sankcionuar në kushtetutën e vet. Ndërsa propozimi i Unionit ishte kjo të lihet në varësi të dakordësisë së vendeve anëtare. Pra i merr Rusia pjesën e mos e gjerave thua ti dhe lufta mbaron. Mentor, sipas presidentit Trump, dërsa plani BE-s është ekuilibër, vendosi fare ekuilibri. A është ky një plan, një dorëzim ndaj Rusisë? Po nuk ka dy momente që duhen evidentuar. E para, plani mund të ndryshojë, pa nuk është ky forma, nuk është forma. Të flasim për këtë që ka bërë Trumpi, po them unë. Draft. Draft, tani, nisa thoja këtë gjë, që ky tekst mund të ndryshojë. E dyta, edhe data që është konsideruar si ultimative, 27-a është një datë fluide. Kjo është fjalia e fundit e ministrit e sekretarit të shtetit Rubio. Çfarë duhet të them me këtë? Që kush e njeh teknologjinë e negociatave, duhet kuptojë që negociatat kanë një arbitër. Dhe paradoksalisht, apo në terma real, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që gjatë këtyre ditëve kanë shitur armë, i kanë shitur raketa, arbitri në këtë rast nuk është rusor. Pra është një arbitër, jo, pikërisht, por ama është një arbitër i cili në skenën e lojës është mban anën e Ukrainës. Tani, me këtë duhet të them që po, duket qartë sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky administrat po jep disa pikë atë krahut rus, por duhet të mbaj parasysh edhe këtë gjë për teknologjinë e negociatave.
negociatori përfshin brenda një teksti unik çfarë kërkon njëra palë, çfarë kërkon njëra tjetër, dhe pastaj ose i ul ato në një tavolinë, pra një tavolinë treshe, ose bën atë diplomacinë omnibus. Pra, në këtë kuptim, ky nuk është një tekst përfundimtar, është një tekst i cili ka dalë në publik qëllimisht për të mobilizuar frontin e kundërshtarëve, frontin evropian, dhe unë mendoj që teksti përfundimtar megjithatë do të reflektojë edhe ato që janë kundërshtim dhe që vinë kryesisht. Por evropianët e kanë thënë fjalën e tyre tani, sipas teje që ti them dhe gjinishit pak, nga ndryshon plani Trump për Ukrainën nga plani i Bashkimit Evropian. Po Gjinishi i përmendi disa prej tyre, një ndryshim tjetër i rëndësishëm është fakti që Bashkimi Evropian nuk merr konsiderat shkëmbim territorësh. Në planin Trump kemi dhënie të 4.000 kilometrave, të cilët Rusia nuk i ka në zonën e Donetskut, dhe Rusia jep 2.000 kilometra. Dhe, pra, nëse do flasim, kjo është cinike, por ama kështu duhet flasim, Rusia fiton 2.000 kilometra nga plani Trump, e cila është afërsisht sipërfaqe e Luksemburgut. Por, edhe njëherë, unë theksoj që ky nuk është një tekst përfundimtar. Dhe po të shikojmë variantin apo kundër propozimin evropian me propozimin e Trumpit, ka shumë element përbashkët. Duket qartë që Bashkimi Evropian nuk është duke e provokuar maksimalisht Trumpin, sepse beson që në fundit ai është buldozeri që mund ta mbyll apo mund t'i fusi dy palët një proces i cili do të marrë kohën e vet, sepse siç po duket në Gaza ju e përmendet aty, paqja nuk është një firmosje, një ceremoni e cila zhvillohet diku dhe pastaj përmbyll, është një proces që merr kohën e vet. To janë marrëveshje kuadër. Brenda kësaj marrëveshje kuadër ka, po themi, kërkesa të njerëz palë, ka kërkesa të Palestinës, shkrihen në një tekst unik dhe pastaj negociohet. Nëse ka një dallim thelbësor mes planit Trump dhe propozimit BE-s. Dallim thelbësor midis Trump dhe Bashkimit Evropian. Siç është dallimi me Gazën, është edhe dallimi mbi në Ukrainë. Ata e quajnë paqen si një proces. Trumpi e quan paqen si një marrëveshje biznesi. Marrëveshje biznesi, si që quajti me Gazën dhe tani idhen bomba përsëri aty. BE-ja në 2 pikat kryesore ka uljen me Rusin për të diskutuar rreth gjithë problemeve të 30 viteve të fundit, të paktën. Ose të gjithë pjesës që nga rënia e Bashkimit Sovjetik dhe deri sot. Çfarë probleme kanë lindur mes perëndimit dhe Rusisë? Dhe si do zgjidhen këto probleme në mënyrë që kjo paqe të mos kërcënohet më. E dyta, statusi i anëtarësimit NATO dhe statusi i zgjerimit në BE. Janë dy gjëra që duhet diskutuar prapë me Rusinë për të arritur, dhe pasi të arrihen këto do arrihet paqja. Qartë. Se nuk mund të ketë paqe, ai shkëmbejmë këtë, merr ti këtë, unë atë, si u bën Gaza dhe plas bomba prapë. Atere. Nëse mund të them diçka? Thuaj diçka, po të bëj dhe një pyetje unë që është finalja? Patjetër. Tani, dakord, gjitha këto kundërshti, si që theksoi Abilegaj, që është një kundërshti shumë e madhe, që ndryshojnë në princip gjërat. Kur ai e konsideron paqen si proces dhe ky e konsideron si biznes, janë gjëra krejt të ndryshme, domethënë, si një biznesmen dhe një politikan. Atere, edhe i dërguari Trump, biznesmen është. Biznesmen është i dërguari dhe dikush thoshte që ai duhet të vizitohet. Duhet një psikiatër, thosh për të dërguarin e Trumpit. Viskont, si e ka i? Uitkofi, thotë, Uitkofi duhet vizitohet. Ortak biznesin e Trumpit. Marë doktor psikiatër, jo fare kështu. Nga këta, të zakonshmit. Tani një sekund, a është Evropa e gatshme të mbaj barën e sigurisë për Ukrainën, se ky që thotë të gjera, Trumpi, mund të bëjë dhe një tjetër, ma. Shton një pik 29, thotë unë u trikem, komplet. Që i bënd gjitha gjerat, që le gjitha berë. Tani Evropa e mban do të thoni, apo ku tim gjenet. Europa së mban do të vetën e vetë, kështu që në këtë kupë... Që Amerika e mban. Që është të sigurisë... Dhe i për si vërdat Putini gjithë botë. Europa ka bërë sigurinë e vetë, ka pas një kuadrë Euro-Atlantik. Oke, pra në... Ka pas pavarë. Kuadrë Euro-Atlantik është dërkohë... Atere... Vjetër të shojmë nëse do jetë... Po, ja të thot një shkurt Denisi dhe... Ne flasim për këtë krizën, edhe nuk flasim për njeriun kryesor, paqen nuk e vendos Trumpi, e vendos Putini. Lufta do të ndaloj kur të doj Putini dhe
në atë moment kur të jenë kushtet si do Putini, jo si do Trump. Do me thënë statistikat e Trumpit thuaj? Trumpi xhiron bosh për fjalë, bën propagandë, bën shohën e vet, por nuk ka lidhje fare me frekuencën e Putinit. Dhe para, Ukraina është zonë influence e Rusisë. Dhe kur të ndojë Rusia, kur të shohë Rusia se kur duhet ndaloj lufta, atëherë do ndaloj lufta. Do jemi këtu, koha do e provoj, që Trumpi do të xhiroj bosh si xhiroj bosh me deklaratën që do e mbyll luftën brenda 24 orëve, pastaj u shtyja afati, pastaj do kemi prapa afate tjera, sepse është irracional me realiteti. Rusia ka një strategji dhe një lëvizje tjetër në konceptin diplomatik që quhet lëvizja e ftohtë. Pra, dëgjon, flasin gjithë, diskutojnë gjithë, lëshojnë teza, propozime, ndërkohë Rusia ka komplet linjën e vetë. Dhe kur të vi çdo gjë te linja vetë, atëherë do ndodhi, nëse do ndodhi armpushim. Unë besoj që Ukraina do t'i shkojë Rusisë në një mënyrë ose një tjetër. Të gjitha përpjekjet që do ndodhin, komplet fare, totalisht. Po. Ku le tani se ti, po tani mos u tash ta ktheve pikën 0 fare. Po le ta them këtë. Që na lojtë fendani dhe. Po se të dalin gjërat deno dhe jemi bashkë këtu dhe të them pastaj ta përdor këtë. Ti mendon, do të ta përdor. Po pse avancoi? Po nuk e lën tani se ai avancoi Rusia kriminali plagur shumë është tani. Janë shumë elementë brenda, se ne marrim si kalem të ikim se po duket se po bëjmë gjithë politikën e botës, se ne diskutojmë këtë për një arsye shumë thjeshtë. Okej. Tre gjëra të fundit nëse më lejon zoti. Tre gjëra thuaj sa më për të bërë analizën krahasuese midis planit të BE-s dhe propozimit që rrodhin media, duhet të qëndroj kësaj fjalë. Rrodhin media nga presidenti, nga Shtëpia e Bardhë. Dhe aq diskutim që atëherë kur rrodhi, saqë mediat filluan të shikojnë që edhe anglishtja nuk ishte aq e pasë dhe mendohej që thjesht ishte bërë në një përkthim Google nga Rusia dhe kjo i tronditi. Megjithatë tre gjëra do të them për sa i përket të planit. E para njëherë që Rusia ka fituar luftën me Ukrainën, por nuk e merr dot Ukrainën. Ne kemi thënë që muajin e parë të këtij konflikti që këto zona që mori Putini, sidomos pas bërë atë referendumet e famshme, ku mbas kushtetutës nëse prek ato quhen territori ruse dhe nëse preket territoret ruse, Rusia ka drejt të aktivizojë sistemin e saj bërthamor e tjerë. Ne kemi thënë që kjo punë është mbyllur. Çështja është që kush do të jetë fytyra e Ukrainës, si do dalë Ukraina nga ky konflikt dhe nëpërmjet Ukrainës si do dalë dhe Bashkimi Evropian dhe Perëndimi. E vërteta është që Europa me gjithë dobësitë e saj politike dhe ushtarake ka pasur qëndrim shumë më të pastër dhe shumë më të saktë dhe shumë parimor. Kjo është nuk ka pranuar kurrë cënimin e sovranitetit dhe njohjen e tokave të marra pas një agresioni, sepse kjo është një nga parimet e Unionit Evropian, nuk njeh tokat e marra me pushtim. Megjithatë tre çështje mbeten kryesore nga dallimet esenciale. E para, garancia e sigurisë e propozuar nga Unioni është një nivel shumë i lartë. Unioni ka propozuar, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara janë krejtësisht paqarta, kush do të jetë garantuesi i një paqe nëse do arrihet paqja. Unioni nxjerr një pikë shumë fortë. Angazhimin ose aktivizimin e nenit 5 të NATO-s. Do me thënë, në qoftë se pas një marrëveshje të mundshme, Rusia do të sulmojë përsëri Ukrainën, atëherë aleanca do bëjë një reagim ushtarak të mirëfillt. Ndërkohë që propozimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës ishte komplet ekuivok në këtë pjesë. Nuk e tregonte fare kush do të ishte garanti. E dyta, lutem, dy gjëra. Barova. Zbatimi, sepse marrëveshja ka hapa, kush do ta zbatojë? Kush do të garanti për zbatimin? Në planin amerikan ishte vetëm një njeri i vetëm. Ndërsa Unioni kërkon një bord ku të marrin pjesë gjithë aleatët. E treta dhe kjo ishte shumë e rëndë për Unionin. Megjithëse u bë gjithë kjo zhurmë për sanksionet, për penalizimin e Rusisë pas agresionit, propozimi ishte kthimi i Rusisë në aspektin ekonomik në të gjithë aktivitetin e mëparshëm ekonomik, kthimi e saj në grupin e G8-s, heqjen e sanksioneve me njëhershë e tjerë. Ndërsa propozimi i Unionit ishte heqja e sanksioneve gradualisht dhe rikthimi në skenën ekonomike gradualisht nëse Rusia i përmbahet kushtes marrëveshjes. Nazarko, dy fjalit e fundit dhe ndahemi bashkë. Edhe rindërtimi. Kush do të lejë rindërtimit? I nënvizoj Ermiri do ato që janë diferenciale, por duhet mbaj parasysh dhe pozicionin Ukrainës. Se mendoj që po është e vërtet që në Ukrainë po luhet fati i Evropës dhe prandaj pozicioni i Evropës ka rëndësi, por ama pikë pari luhet fati i Ukrainës. Dhe Ukraina ka nënvizuar dy momente, garancitë e sigurisë dhe e dyta nuk dëshiron pra që të legalizohet vjedhja. Në këtë kuptim nuk pranon që të dorëzoj
territore cilat nuk i ka, cilat Rusia nuk i ka pushtuar. Dhe këtu pozicioni europian ndoshta është më i qartë sepse ai thotë të ngri konflikti në vijat e frontit aty ku është dhe pastaj të negociohet në një proces që merr kohë. Po gjithsesi, unë mendoj që e vërteta ose teksti përfundimtar mund të rezultojnë nga bashkimi i dy propozime, ose imagjinoj që mund të ketë edhe një ulje në tavolinë. Ose nga largimi amerikan. Negociatet në Gjenev. Por nuk e besoj këtë. Unë nuk e besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të tërhiqen, edhe Rusia ka humbur nga lufta, nuk është tamam si thot Ermia, edhe Rusia ka humbur. Jo, për territor kisha fjalën, territor. Rusia fut luftë për territor dhe mori territorin. Sigurisht që financa ka humbur, patjetër që ka humbur. Shumë gjëra kanë filluar mos i kuptojmë. Unë mendoj që Rusia, unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës përveç asaj që duket janë angazhuar edhe ekonomikisht edhe po themi përpjekja paqësuese e Amerikës kalon edhe nga biznesi amerikano-rus. Pra, lutem të rriqu nga Ukraina se do bëjmë biznes në energji këtu ose atje. Dhe do t'i ndajmë 50 me 50 me Shtetet Bashkuara dhe Unioni është përsëri jashtë. Zoti Gjinish. Nazarko, faleminderit shumë. Do t'jemi më pas edhe për rinjtë ndoshta, do t'jemi më pas edhe për këto problematika. Ajsa mund të diskutojmë ne, ka sa jemi në një vend të vogël, kush na pyet kush, po ne i themi në një gjë për që mund të ndodhë dhe për ne të shkretët këtu, në këtë vend vogël. Faleminderit shumë, natë e mirë bashkë. Gëzuar shumë në tuaj festat. Natë e mirë. Natë e mirë. Unë kam edhe fare shkurtë, do me thënë këtu do të regosh sa i zoti je Gjinish për të përgjigju shkurtë. Presidenti i Sirisë nga Al-Qaeda ka fluturuar në Shtëpinë e Bardhë. Do me thënë Trumpi i bën të gjitha këto manovrat. Unë e futa që dhe mishë të pyetje, sepse Trumpi priti në Shtëpinë e Bardhë presidentin e Sirisë, Ahmed al-Shara, si në Shëbaj e konsiderojnë terrorist. Është era e parë që një takim i tillë ndodh në Shtëpinë e Bardhë me një lider sirian, me një terrorist, që ishte edhe me Al-Qaeden. Mund na shpjegoni shkurt kush është Ahmed al-Shara? Dhe dim pak a shumë ç'është, por edhe e priti ky, zotëria. Kur ndrojnë qëndrime, ndrojnë dhe emrat. Ne pak a shumë jemi në të njëjtën situatë me kronikën që hape emisionin dhe kaloi vetëm me Lalën. Domethënë ne flasim për njerëz që kanë disa emra. Kush ja ndryshon emrat këtyre njerëzve? Pse është kaq e domosdoshme? Kush ka ndryshuar emrin për shembull? Ti nuk e di, ti do ta ndryshosh ndonjëherë apo jo? Jo. Tani unë edhe vonë është tani se ta bëjmë edhe pak shumë për. Që edhe shumë vonë po e ndryshoj. Xholani është një njeri i cili 10 ditë para unë vazhdoj të them Xholani, nuk i kam thënë asnjëherë. Tani ju lutem përqendroni më shumë me sepse pres është duke ardhur dhe zoti Bamir Topi, ish presidenti Topi, i cili do flasim për strategji shumë të rëndësishme për 20 janarin. Po? Po thoja që zotëria është i njohur si Xholani, një sirian i cili mori pjesë në luftën e Irakut në ISIS-in. Ka qenë i skeduar si një nga krerët e organizatës terroriste ISIS, e cila ishte një deg e Al-Qaedas. Më vonë, pak muaj para se të fillonte pranvera arabe çuditërisht shkëputet nga Iraku dhe vazhdon në Siri, e vërteta është që ka shumë pikë pyetje tek ky individ. Për shembull, kur ishte në Irak, ky është arrestuar, njëra nga forcat amerikane, është mbajtur dhe 1 vit, 2 vit në burg, pastaj del dhe pa pritur, na shfaqet në Siri. Megjithatë, duket ndonjëherë si këto filmat me 007, por e vërteta ajo që ne na bën përshtypje dhe mua që më bën përshtypje është kjo, domethënë, që atje që bëhet një pushim në Siri është gjë e mirë, sepse një sistem diktatorial siç ishte i Asadit me të vërtetë bëri një luftë civile, vrau me mirë. Se ti po thua gjëra të tjera tani, të gjithë jemi të gëzuar që të ndodhë kjo. Po, tani mirë. Por tani si ta kuptojmë që një njeri nga terrorist hiqet nga lista dhe zbarkon direkt në Shtëpinë e Bardhë. Pra po them, që ky 10 ditë zoti Rakipi para se takonte presidentin Trump, ishte në listat e zeza të Shtetet Bashkuara të Amerikës, i përcaktuar botërisht si terrorist. Tani, si terrorist, no? Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin vënë një shumë për $10 milion për kokën e këtij njeriu. Tani, me këtë ka kaq kohë që negociohet, që kur ndodhi ajo përmbysja, ku mori pjesë edhe Rusia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, Turqia sidomos, dhe ky pritet si një hero, si një burr shteti. Kjo ka ndodhur për herë të parë. Ka thy klishet
Trumpi I ka thy klishet gjithë ato? Pyetjet, për shembull Kongresin Amerikan ka pas një debat është shumë të madh gjithmonë për heqjen e sanksioneve të tij. Po, A duhet heqjen sanksionet ndaj një njeriu apo jo? Domethënë dhe për herë të parë, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pas ndaluar të negociojnë me terroristë, sot heqin statusin e terroristit dhe të shpallin burg shteti. Dhe këtu ka një pikë pyetje të madhe, zoti Rakipi. Tani kush ka luftuar në Siri o zotëri? Kanë luftuar terroristët kundër Asadit apo burrat e shtetit kundër një diktatori? Si Asadi. Sipas Trumpit burrat e shtetit. Domethënë, këto zgjidhjet pragmatiste Pati pjesë të opozitës siriane që mbështeti Perëndimi atëherë, që u asfiksua më një herë. që asfiksua, po nuk është ky. Ky s'është fare, ky ka qenë Ky është në grupe terroriste që lindën pasi filloi lufta civile. Tani, a pranoj atë avionin Trumpi nga Arabia Saudita, apo se pranoj? Po prodhoi gje ky takim. Ky ç'a prodhoi ky takim? Ç'a prodhoi ky takim o zotëri tani se? Ky prodhoi diçka, domethënë që Siria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë patur gati një shekull histori armiqësore me njëra tjetrën, sepse Siria ka qenë nga ato pak vende arabe që ka qenë orientuar krejtësisht nga lindja. Nga Bashkimi Sovjetik nga këto vende nuk ka qenë kurrë hapur për perëndimin. Tematikat kryesore të diskutimit kanë qenë tematikat e sigurisë, kanë qenë tematikat e stabilitetit, heqjen sanksioneve, sepse mendohet tash Siria ka shumë sanksione si shtet njerë, heqjen sanksionet. Megjithatë, ajo që të bën përshtypje është kjo që përveç diskutimit dy palësh dhe përveç diskutimit mbi rajonin, ka qenë pjesë e diskutimit dhe Izraeli, Xholani I ka shprehur presidentit Trump që është I gatshëm dhe do të ketë një marrëdhënie të mirë me Rusinë për shkak të interesave dypalëshe shumë mëdha dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë refuzuar këtë lloj marrëdhënie. Domethënë, ne po mundohemi të flasim për një shtet I cili nuk është shtet, për një burg shteti I cili nuk është zgjedhur akoma, po ka bërë një përmbysje, për një njeri I cili po na shfaqet si njeri I paqes, po është njeri që ka zhytur duart me krim, një nga problemet që ka patur ky për shembull gjatë vizitës tij, takimi me nënën e Tajsit. Tajsi është një gazetar amerikan I cili është zhdukur në vitin 2012 në Siri. Është zhdukur, nuk dihet se kush është. Dhe ky ka takuar tjëmën e cila ka kërkuar ç'bëhet me Timbir, kush duk Imbir. Dhe ky është munduar të japi një përgjigje, shikoj se dhe nëna ime në të tillë situatë siç jeti sot ka qenë kur unë për 7 vjet nuk dije se ku isha. Dhe nëna më qante çdo ditë. Domethënë, këto janë disa telenovela më duket mua, qofsha I gabuar, po mbi të gjitha është një ndryshim 180 gradë I qasjes që kanë liberal demokracit ndaj personazheve të tilla, të cilët me këto lloj qasjes zhduken, domethënë largohen gjithnjë më tepër nga ajo e cila I dallonte demokracitë perëndimore nga bota diktatoriale, sistemi I vlerave. Të nderuar përshikues, sistemi I vlerave çka dallonte botën e dije fare afër, dije nga sot, ja çuditshme shohim dhe dëgjojmë një terrorist I Al-Qaedës dhe pritet në shtëpinë e bardhë me nderim dhe respekt si njëri që... Një pyetje duhet bëjun, të lësh mund të rësh dhe për tjetër, për që këta dy që u kapën sot dhe që kanë qenë në Siri me forcët terroriste, do vazhdojnë të quhen terroristë apo jo? Kësa tatanët... Bën president edhe këto, pse? Po këta duhet të kalojnë edhe këta duhet... Janë dorëzuar, janë dorëzuar dhe kanë çuar mesazh. Ata mund të ftojnë me këtë që ka bërë presidenti Trump, atë mund të ftojë zoti Bajram në festën e 28 nëntorit. Të dy këta nga dorëzimi të kalojnë direkt aty, domethënë mund ndodhe kështu. Nderuar të shikues tani kuriozitet kishon. Ja. Shumë fitje. Ke filluar stërvitjen ti? E më në OBC, bëja të stërvitjen se unë nuk bëjë reklam për këta. Po një fitness I mirë shumë vete aty, a dhe pak po vete aty. Bëjë ushtrimet mira, stafi mirë, ekipi mirë e gjithë. Ti ma bëre se mos ma bëre që për të bëjë reklam për këta. Duke shumë... Se unë nuk para bëjë reklama. Vete në stërvitje, gjera tani se dhe mosha tela gjithë. Të ndëruar të shikues tani, që di e madhe është kjo botë që po përjetojmë, të shojmë dhe me thënë, që të ndodhë në ditët që vine, të vjojmë të flasim bashkë me njëri tjetërin dhe të bashkarisht dhe të shkëmbejmë pikpamje. Të shkëmbejmë pikpamje të jetë diktë në tonë që dikur një miku im në triste në thiri mua dhe një shokun tim që të shkëmbejmë pikpamje. Edhe shoku im I tha ati se I gjeti një kafe, I tha, po nena gjeta I tha për të shkëmbejmë pikpamje. Tani të bëjmë edhe pak të qeshur bisedën që të mos e qojmë dhe në këto kufit ekstreme që jo terrorist. Tani bashkë janë të gjithë. Dhe këtë ne bashkë jetojnë terrorist, kriminal, gjyqtar, prokuror, edhe politikan,
edhe aty tani merren terroristin, e merr Trumpi e takon e përcjell publicitet dhe Bamir Topi do t'jetë me mua edhe më shumë se kaq, po për ngjarjet e 21 janarit, që qenë një pozicion kyç presidenti i Republikës së Shqipërisë, dhe por dhe më shumë se kaq, unë do t'i drejtoj pyetje dhe do përpiqemi të kuptojmë ndonjë gjë. Faleminderit shumë, kënaqësi e madhe. Publicitet fare shkurt dhe rikthehemi.